Përgjatë aksit rrugor Shkodër-Hani Hotit, kryqëzimet në zonat e fshatrave jenë kthyer në një rrezik serioz për sigurinë rrugore, duke u bërë shpesh burim aksidentesh. Në këto dalje qarkullojnë këmbësor, biçikleta, automjete, por edhe bagëti, çka e rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente. Pavarësisht se ndër vite në këtë rrugë nacionale nuk kanë munguar aksidentet, madje edhe me pasoja fatale, sipas banorëve ende nuk është bërë një studim i plot për menaxhimin e lëvizshmërisë dhe sigurisë. Mungesa e nënkalimeve dhe mbikalimeve e bën kalimin e rrugës të pasigurt, ndërsa banorët theksojnë se nuk kanë hapësira të dedikuara për lëvizje dhe se drejtuesit e mjeteve shpesh qarkullojnë me shpejtësi mbi normat e lejuare. Me atë nevojshme tash i bojnë. Tash i bojnë se me i bojnë sjanë, po a janë të atje në poshtë të ura Baqadhekut, kërkush nuk kalon sipër. S'kalon kërkush sipër, që i begenisët se në fjesi jo të regullt në shqiptarët, janë vjetë e bardha, ja ku i ke vjetë e bardha këtu, unë du me kalu e një atje jo të vjetë e bardha. Aksidente i të herë mëna, ka pas në një të radhë, por aksidente gati pak ka pas, se pa pas aksidente, tënë kjo makinë, pa shofera, tënë të makinë janë pa shofera, se kanë morë me lek rogën, që ke fek. Këtu, jo që është rrezik. Të shimi t'i kalzu vorët, po t'i kalzu dhe vorët, një është atje. Duket keni edhe një atje. Pra këtu janë shoferat pa patenta ligjore e para. Që vetëm janë që kanë marrë me lek. 2, 3, 4, s'di sa kanë dek. Të rruga shtojit, janë vorët shtojit. Pra, mu po më vjen mirë që e kanë bëjë këtë. Po ama vizat e bardha duhet me kënë se s'bën. Se është rrugë e kamësorve, kalën fëmija që unë jam plak, nuk shof, më kapem që në hava edhe ik. A jene dhe kërë bashkë, shkojmë të rruga 3. Ne këna thonë vinoteka. To që kanë një të rrugë tjetër, që di. Po dhe atje kanë po fëmi. Po dhe atje duhen mu vjetë e bardha. Pse i keni shoferat që janë lanë me pare. Duke qenë se në gjithë gjatësinë e saj përshkon zonat të banuara, banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme në këtë aks rrugor, duke konsideruar situatën emergjente. Sipas tyre, mungesa e investimeve në siguri rrezikon të sjellë të tjera aksidente, ndërsa paralajmërojnë se nëse nuk merren masa, kjo rrugë mund të kthehet në një tjetër pikë tragjedish të përsëritura.